Dhe ndërsa, domethënë, amerikanët dhe izraelitët janë duke shkatruar në mas institucionet iraniane dhe duke terrorizuar popullin, edhe Irani po përgjigjet. Tel Avivi tani më po kthehet në gërmadh. Ne, domethënë, me ato pak video që mund të shohim, iranianët fal raketave të tyre që hedhin ato që quhen cluster munition, janë duke shkatruar bomba thermuese, bomba thermuese në Shqipëri. Janë duke shkatruar lagje të tëra nëpër qytetet izraelite. Por edhe pse amerikanët dhe izraelitët kanë superioritet teknologjik dhe ushtarak dhe në fushën e spionazhit kundër Iranit, në 2 ditët e fundit ata vranë njeriu më të rëndësishëm të Iranit. Si shpjegohet kjo, Olës? Kanë agjens. Domethënë, për personat që e njohin shoqërinë iraniane, që kanë vizituar Iranin sigurisht, domethënë është shumë problem në Iran. Në 10 veta 3 ke spion. Dhe këtë e kanë bërë sepse amerikanët, CIA, Izraeli kanë investuar që në vitin 1979. Domethënë, aty ke familje që janë den babaden janë spion. Dhe jetojnë nëpërmjet spionazhit, që i paguan CIA, i paguan Izraeli, i paguan shërbimet e tjera. Dhe kjo vrasje që po i ndodh këtyre zyrtarëve të lartë iranian, sikur jep avantazh të madh në kuptimin e perceptimit luftës Izraelit, kjo goditje që i bën njëri pas tjetrit udhëheqësve iranian. Izraeli ka një spionazh të paparë. Domethënë, dhe ata e kontrollojnë Teheranin. Unë biles habitem pse këta zyrtarët iranian qëndrojnë akoma në Teheran. Nga që ata në çdo lagje të Iranit e kanë një spion në tyre. Dhe imagjino, kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Larijani. Po, kryetari i Këshillit të Sigurisë, është simbolike kjo. Dhe ky ishte një nga intelektualet më të mëdhenj iranian, doktor. Nuk vinte nga garda revolucionare, kjo mbori përshtypje. Ky ishte profesor, domethënë doktor në filozofi, është specializuar në filozofinë e Immanuel Kantit. Domethënë një kokë e madhe, dhe këtë e vran në shtëpinë e motrës. Domethënë, imagjinoj që inteligjenca izraelite është aq e sofistikuar sa që këtyre udhëheqësve iranian u e din edhe ku e kanë fisin e tyre. Se domethënë këta zyrtarët iranian nuk jetojnë në përshpirat e tyre sepse ata e panë se çfarë i bëri Izraeli gjatë luftës 12 ditore në qershor. Po pse jo në për bunker nën toksor, Olës? Se domethënë edhe kjo gjithsesi ky është domethënë po një problem iranianëve, se këtë po diskutoja me mikun tim Thanasin dje. Ndoshta nga nënvlerësimi që këta i kanë bërë Izraelit. Domethënë, po shikosh, Irani në këto ditët e fundit është munduar që të vrasin Netanyahun, por nuk e vret dot, sepse çifutët jetojnë nëpër tunele. Për personat që kanë vizituar Tel Avivin apo Jeruzalemin, aty kur shkon, aty të duket vetja siguria në Mars. Domethënë, unë nuk kam parë në asnjë vend të botës që metroja që lidh Jeruzalemin me Tel Avivin është 5 kate nën tokë, ose edhe më shumë. Domethënë, unë kur kam marrë metron që kam ardhur nga aeroporti i Ben Gurionit, kam shkuar në Jeruzalem, treni futej nën tokë dhe ishte shumë thellë. Dhe kur dilje nga treni, ashensori duhet ikte 5 kate larg. Dhe iranianët nuk e kanë këtë, nga që me sa duket nuk kanë menduar që do t'i vijë një ditë e tillë. E dyta, nuk e di, ndoshta korrupsioni që ka patur Irani ndër vite, i kanë shpenzuar lekët nëpër vende të tjera. Dhe nuk kanë bërë atë që kanë bërë sovjetët apo për shembull për ata që shohin luftën që bëhet tani në Ukrainë. Kievi ato metronë e tij kanë në tokë, e ka shumë thellë. Kurse këta, ku dëgjon, nuk kanë investuar në bunker. Domethënë, më e bunkerizuar me sa duhet ka qenë Shqipëria e Enver Hoxhës, se sa Irani. Dhe këta edhe kur fshihen, domethënë, rrinë nëpër shpirat e njëri tjetrit, me sa duket nuk janë përgatitur për këtë lloj lufte. Ndërkohë të dëgjova që thej që Netanyahu nuk është vrarë, pavarësisht se për të paktën në X, ajo që unë i referohem shpesh, konsiderohen si videot që po dalin tani, konsiderohen si video të bëra me inteligjencë artificiale etj. Ti mendon se Po nuk e di, nuk besoj. Duke qenë se nuk është shfaqur as Dgjoj, duhet dim diçka që Netanyahu është i smur, është njëri që është jeton me stand në zemër, biles ai edhe përpara kësaj gjithmonë kur shkonte në për
takime edhe në përvend të tjera gjithmonë ndiqej nga një ambulancë kam brapa. Dhe zhdukja e Netanyahut që i ka ndodhur për më shumë se një javë, ndërsa iranianët, nuk e di unë sa të saktë kanë patur inteligjencën e tyre, garda revolucionare njoftoi që kanë goditur një nga takimet e Këshillit Sigurisë Izraelite, por me sa duket, ndoshta nuk e kanë vrarë, se duhet dish edhe diçka, domethënë tunelet izraelite janë jashtëzakonisht të thella. Edhe këto bombat që përdorin amerikanët, unë dyshoj nëse do të arrinin që t'i penetronin. Këto GBU-40, këto që janë... Sepse duhet dish edhe diçka përbërjen gjeologjike të tokës shenjtë. Izraeli, Palestina është vend shkëmbor. Dhe nuk është dhe, sikur është në Iran, ti godet edhe çahet dhe këto janë male, këta jeton, toka aty është mal. Është sikur kur shkon në Gjirokastër që është vetëm mal. Është e vështirë. Është shumë e vështirë por unë dyshoj ndoshta Netanyahu ka patur ndonjë smundje, se domethënë sikur tregonte edhe fotoja më herët, sa herë që mblidhet ushtria izraelite, Këshilli i Sigurisë Kombëtare, ky ka munguar, nuk është. Unë dyshoj ky do ketë patur ndonjë sulm kardiak ose për këtë flitet që ka edhe kancer në si quhet ajo pjesa e poshtë, në prostat. Në prostat, domethënë, dhe ndoshta është në spital, por nuk e dim, nuk e kemi. Mund të jetë domethënë që mund ta kanë plagosur, megjithse unë jam shumë skeptik domethënë për këtë, dhe duhet dim diçka që nëpër këto mediat sociale ka shumë dizinformacion. Dhe ka edhe shumë kontroll të informacionit. Për shembull, izraelitët, edhe pse ne arrim të shohim, dhe janë sidomos këta punëtorët indianë të tjerë që po postojnë video, shoqëria izraelite nuk poston video nga dëmi që i bën Irani, dhe ne kemi shumë vështirë që të shohim. Që të kuptojmë. Dhe e njëjta gjë po ndodh nëpër këto fonte të gjirit. Për shembull, ju besoj keni lexuar që në Emiratet Arabe, po aty e kisha. Aty të burgosin domethënë po nxorë video. Pse Ols, Izraeli duket, domethënë ka sulme gati të përnaçme me bomba thermuese që të paktën video që i kemi parë të konfirmuara qoftë edhe nga mediat perëndimore, duket sikur fushata e Iranit është tek vendet e gjirit dhe Izraeli pasi ka goditur ato që konsiderohet pars, rafinerin pars në Iran, është kundërpërgjigjur Iranit duke goditur në Katar rafinerinë, një nga rafineritë më të rëndësishme të gazit të lëngshëm. Si e vlerëson këtë? Ndërkohë ka patur do ta kemë regjia një reagim të Donald Trump, i cili nuk është distancuar nga sulmi izraelit dhe në një farë mënyre e dënon këtë lloj përshkallëzimi në këto nivele. Si e vlerëson këtë strategji të Iranit? Tani, iranianët i kanë deklaruar amerikanëve, por edhe vendeve arabe të cilat strehojnë baza ushtarake amerikane dhe lejojnë hapësirën e tyre që të përdoret për të goditur Iranin, që i kanë thënë çfarë do lloj goditje që ne do marrim edhe ju do ta merrni. Apo është ajo filozofia e një syri për një syri. Po, një sy për sy, dhëm për dhëm. Çfarë dhëm për dhëm? Çfarë bën izraelitët dje? Goditën ato që quhen South Pars gas field in Iran. Domethënë izraelitët goditën fushat, domethënë fushën e gazit persian, ku janë rezervat e gazit të Iranit, dhe kjo fushë ndahet me Katarin, dhe katarezët u përgjigjen në të njëjtën mënyrë. Tani, reagimi i presidentit Trump tregon makthin apo tmerrin që po përjeton administrata e Trumpit. Për personat që e ndjekin Trumpin, daljet e tij në media etj, ai është në një dëshpërim masiv. Pse dëshpërim? Nga që sikur e kam theksuar më herët, ndërsa Irani nuk mundet që ushtarakisht ta mundi SBA-n dhe Izraelin, nga që tek e fundit ata kanë bombën nukleare, Irani po përdor bombën ekonomike. Dhe bomba ekonomike është mbyllja e kanalit Hormuzit dhe goditja e fushave të gazit të Katarit dhe i atyre si quhen puseve nga nxirret gazi është goditje për Amerikën, sepse janë kompanitë amerikane ato që nxjerrin gazin, janë kompanitë amerikane ato që e shesin gazin e Katarit dhe
këto dollar që thithen i shkojnë ekonomisë amerikane. Po. Sigur kam shpjeguar edhe herë të tjera, perandoria ekonomike amerikane është mbështetur në naftën dhe në gazin e Gjirit Persik. Dhe në momentin që Irani shkatron puset e naftës dhe të gazit, Arabi Saudite, Katarit dhe këtyre vendeve, kompanitë amerikane do falimentojnë, e para, e dyta, amerikanët nuk do shesin më dollar, sepse pse duhet dollari për të blerë naftë dhe gaz. Po. E treta, nëse ke vënë re në ditët e fundit, kjo garda revolucionare iraniane po lejon cisterna që të blejnë naftë apo gaz në këto vendet arabe që të kalojnë në kanalin e Hormuzit, me kusht që nafta apo gazi të blehet në yuan, sepse Yuan është monedha kineze. Sepse iranianët e din ku është gjindi amerikan, ai është dollari. Thembra akilit. Godite dollarin bien bankat e New Yorkut. Dhe kjo tweet që ka bërë presidenti Trump tregon shqetësimin dhe tmerrin që administrata e Trumpit po përjeton në këtë momente, ku ai distancohet, thotë nuk jemi neve, ka qenë Izraeli që i bëri këto sulme. No more attacks will be made by Israel. Nuk do bëhen. Por nëse ndodh, thotë, dhe kjo ishte ajo që më bëri përshtypje, dhe ata do të sulmojnë një vend tjetër si Katari, pra për Iranin, ne në këtë rast thotë do të hedhim në erë të gjithë fushën e gasjellse. Po. Pra, domethënë çfarë tregon kjo? E para, kjo tregon një që Trumpi distancohet nga Izraeli, dy, ai thotë që ne do ta ndalojmë Izraelin, mos ju sulmojmë më juve fushat e gazit dhe të naftës, por edhe juve mos na sulmoni ne. Sepse domethënë lajmet e fundit që kam lexuar në Twitter, por nuk e di në Iran, nëse Irani e ka realizuar bombardimin apo jo, ishte që iranianët do bombardonin tubacionet që të çojnë naftën e Arabisë Saudite por në detin e Kuq. Nuk e di. Ajo është ajo harta kështu me atë. Dhe nëse Irani i ka bombarduar këto tubacione, ky do të jetë domethënë do të jetë vdekja për vendet arabe dhe për dollarin amerikan, sepse do ndalohet në mënyrë totale transporti i naftës dhe i gazit arab. Dollarët e të cilit... Jo, është tjetër ajo regjia, nuk e kam sjell për sot, po tu jemi të parë, tu jenë rregull të parë. Kjo është fusha e gazit që quhet the Pars Gas Field, apo fusha e gazit të Persis, edhe sigur shikohet nga harta në të kuqe, kjo fush gazi ndahet nga Katari, por edhe nga Irani. Dhe që do dilja tek deklarata e Trumpit është që Trumpi pak a shumë po jep garanci iranianëve, po i thotë dëgjoni, unë do t'u ndaloj Izraelin, nuk do ta lëj që Izraeli t'ju godasi më fushat dhe puset e gazit edhe të naftës, por edhe juve nuk duhet godisni puset e naftës dhe të gazit të arabëve, se po e bëtë unë do t'ju godas dhe do t'u shkatroj edhe. Dhe iranianët janë dakord me këtë, se iranianët kanë kohë që i thonë amerikanëve, që i thonë ne jemi të gatshëm që të luftojmë, të bëjmë një luftë sipas rregullave, por garda revolucionare në ato, se tani them garda revolucionare, por Rama e ka shpallë dhe organizatë terroriste se mos na shtim burg. Rama nuk jam me gardën vëlla, vetëm thjesht po komentojmë. Endri Tafani mos na raporto te Rama. Dhe një moment. Dhe domethënë Trumpi pak a shumë po i përgjigjet ofertës iraniane, sepse iranianët i kanë thënë edhe izraelitëve dhe amerikanëve që ai ta bëjmë luftën me rregulla. Lufta me rregulla është ju goditni objektivat ton ushtarak, ne u godasim ju. Por nëse ju godisni objekte civile dhe infrastrukturën ton ekonomike, edhe ne do t'ju godasim ju. Po deri tani se ka, dhe këtë duhet ta sqarojmë një herë mirë. Irani akuzohet se po godet vende si Bahreini, Katari, Emiratet e Bashkuara, ku janë Dubai, etj, po godet objekte civile. Si është e vërteta? Irani nuk po godet objekte civile, por Irani po godet baza ushtarake amerikane, qendra spionazhi, biznese amerikane dhe izraelite, dhe po godet edhe rafinerit e naftës dhe të gazit, që nuk janë rafinerit arabe, janë kompani amerikane. Sepse iranianët, domethënë, i kanë thënë amerikanëve,
Momentet që Izraeli fillovi të godiste rafinerit e naftës iraniane, thanë edhe ne do godasim rafinerit e naftës dhe të gazit që janë nga kompanitë amerikane. Se du të dim që nafta dhe gazi është në tokën e arabëve, por kompanitë nuk janë arabe. Kompanitë janë Shell, janë British Petroleum, janë kompani perëndimore. Dhe Irani, domethënë, atë dëm ekonomik që Izraeli dhe Amerikanët po i bëjnë, edhe ky ja bën. Ndërkohë, qëndrimi politik i këtyre vendeve kush është Olë? Se kam parë, domethënë, të paktën dhe se nuk duhet mos gaboj, një nga vendet mund të jetë Emiratet e Bashkuara, po duhet të jem korrekt se duhet ta konfirmoj, po di që Irani i ka kërkuar dhe këtë pas Jerusalem Post i ka kërkuar reparacione, dëmshpërblime për goditjet që po bëhen nga Pra, cili është qëndrimi i këtyre vendeve, a ka një mundësi që këto vende të futen në luftë kundër Iranit, sepse dëgjojmë shprehje të llojit që edhe durimi e ka një kufi, ndërkohë nga Pakistani po vinë raketa në ndihmë të Arabisë Saudite. Pra, Saudia duhet thënë që është superfuqi ushtarake. Si e vlerëson pozicionin e këtyre vendeve dhe a do kemi një moment kur dhe këto vende do t'i thonë do të futen në luftë me Iranin, se kjo është... Unë dyshoj që këto vende nuk do të futen në luftë, për arsyeën e vetme se Irani, nëse këto vende futen në luftë, Irani mund t'i vras udhëheqësit e këtyre vendeve. I ka shumë kollaj, i ka afër, këto vende nuk kanë mbrojtjen që ka Izraeli, as mbrojtje antiraketore, as bunkere, as tunele, as i gjë. Por do dime gjën tjetër që këto vende nuk kanë ushtri. Kush do kundër përgjigjet? Katari në mbajnë pushtet garnizonit turk dhe baza ushtarake amerikane. Arabia Saudite nuk kanë ushtri. Këta kanë blerë armatime, kanë avion dhe ushtrinë e tyre e mbajnë pakistanezët, se që nga pilotët e avionëve e tjerë janë pakistanezë. Por ne do dim diçka që Arabia Saudite nuk mundi që të mundte dot Yemenin, dhe jo që të mundi Iranin. Dhe ata beduinët e Yemenit e shkatruan ushtrinë saudite. Dhe unë do më thënë, dyshoj që këto vende do të guxojnë që të hynë në luftë me Iranin, sepse Irani ka ushtri aq të mirë sa që jo vetëm që mund t'i godasin mbrapsh, por Irani edhe mund t'i pushtojë me trupa ushtarakisht të vende. Dhe unë nuk besoj që këto do futen. Këto vende që mund të shkohet deri në këtë nivel. Po sepse futja e këtyre vendeve do t'japi Iranit justifikim që të godasë infrastrukturën civile. Domethënë, nëse këto do godasin Iranin, Irani do rrafshoj Riyadhin, do rrafshoj Dubain, do rrafshoj Dohën, do t'i godasi këtyre pikat e pastrimit të ujit të detit, desalinization quhet, domethënë heqja e shkripëzimit, do t'i godasi stacionet elektrike dhe këtyre vendeve, po i shkatrove rrymën dhe ujin, këto vende vdesin, se këto janë oaze që mbahen në mënyrë artificiale aty me lekët e petrodollarëve. Tani më që u bën edhe të u sulmuan dhe ushtarakisht në kuptimin me dronë edhe me raketa, si e projekton të ardhmen e këtyre vendeve, se u thye miti i sigurisë amerikane në këto vende? Nuk e di, ngelet do shihet nga përfundim. A do vazhdojnë të mbeten në atë rol që kanë qenë deri tani, në kuptimin që aleat të padiskutueshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo mund të kemi ndryshim kursi? Unë besoj që këto vendet arabe po të kishin mundësi që ti largonin bazat amerikane, do ta bënin këtë gjë, por duhet dim diçka që bazat amerikane në këto beduinatet arabe nuk janë për të mbrojtur popullin, po për të mbrojtur familjet që janë pushtet. Nëse mbani mend, Donald Trump ka bërë një deklaratë përpara një viti ku i tha sauditëve që pa mbështetjen tonë ju nuk shndroni dot në pushtet asnjë javë. Ja që këto vende janë diktatura absolute dhe bazat ushtarake amerikane që janë aty janë për të siguruar elitat që janë në pushtet dhe për të siguruar naftën edhe Izraelin. Domethënë, tre janë qëllimet e bazave amerikane. Një, të mbajnë këto elita që janë në pushtet,
2 të sigurojnë që naftën e kanë kompanitë amerikane, 3 Izraeli. Tani ngelet për të parë se si do t'jetë përfundimi i kësaj lufte. Nëse kjo embargo që Irani po i bën Amerikës do të çojë në rënjen e sistemit bankar amerikan dhe do të kemi një krizë të madhe të brendshme, ndoshta ndryshim regjimi në Amerikë. Nëse fuqia amerikane bie, atëherë ne mund të shohim rrëzimin e këtyre